Rritja e temperaturave mund të sjellë shqetësime për shëndetin e qytetarëve, sidomos gjatë orëve ku dielli është më i fortë dhe temperaturat arrin nivelin më të lartë. Mjekja e përgjithshme në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare, doktoresh Vlera Haxhi Shabani, foli për pasojat që sjell rritja e temperaturave. Rreziqet që mund të sjellin temperaturat e larta të qytetarët janë të shumta, duke filluar që nga dehidrimet. Ato mund të paraqiten në formë të djersitjes edhe eliminimin e elektrolitëve. Si rezultat i kësaj mundën me ardhur edhe krampet muskulare, lodhja nga të nxehtit që mund të manifestohet me dobësi, me marramendje, me mundim për vjellje, por komplikimi më i shpeshtë është goditja nga dielli apo heat stroke, siç njihet në literaturë. Kjo është një emergjencë mjekësore dhe kërkon intervenim të menjëhershëm. Sa i përket simptomave të goditjes ndaj të nxehtit, mjekja tregoi shenja që qytetarët duhet t'i dallojnë me kohë. Simptomat e para që mund mi dallu të goditjes në diell janë temperatura mbi 40 gradë Celsius, që shoqërohet domethënë me lodhje, plagështi, me vjellje, me dhimbje koke intenzive, mundet me shku deri në çrregullim të vetdijes. Në fund, mjekja apeloi për kujdes të shtuar dhe rekomandoi shmangjen e daljes gjatë orëve të mesditës. Duhet me theksu se grup mosha të cilët preken nga goditja në diell ose që janë më të ndjeshme ndaj temperaturave të larta janë foshnjët dhe fëmijët e vegjël, persona mbi moshën 65 vjeçare, pra të moshuarit, gratë shtatzana, persona të cilët kanë sëmundje kronike dhe persona të cilët ballafaqohen në ambient fizik, pra punojnë jashtë ose kanë aktivitete të ndryshme që përfshin natyrën. Është e rëndësishme që këta persona gjatë ekspozimit në diell të mos ekspozohen nga ora 11 deri në ora 17, për shkak se rrezatimi diellor është pak më i madh dhe nëse ekspozohen të përdorin kapele, syze, krem kundra diellit të hidrohen sepse është e rëndësishme. Në ditë me temperatura të larta, kujdesi dhe mbrojtja nga dielli mbeten thelbësore për shëndetin e qytetarëve.